Përshëndetje dhe mirëserdhët tek pulsi energjik dhe inteligjenca universale e muajit tetor 2025. Dhe çdo muaj në datën 1, unë Diana Pushi, co-krijuesja e Reborn Albania, në fakt është eksperienca Reborn, The Reborn Experience është emri, meqense flitet në Shqip dhe i dedikuar për popullin shqiptar, e kemi quajtur Reborn Albania. E qartësoj këtë për të gjithë ju që jeni të rinj, mirëserdhët në Reborn Experience. Çdo muaj në datën 1, nëpërmjet kësaj audio, nëpërmjet këtij transmisioni, unë synoj të ndaj me ju temat energjike, të cilat përcaktojnë, ndikojnë gjendjen tonë emocionale, mendore, çfarë janë mundësitë, oportunitetet që shfaqen në muajin e caktuar, në muajin që jemi, çfarë mund të paraqitet si sfida, ku duhet jetë vëmendja jonë, çfarë është gjuha e universit, çfarë është ajo që quhet kodi energjik kolektiv në fushën kozmike, në fushën kuantike, e cila komunikon me ne dhe drejton jetën tonë. Dhe uroj në këtë moment ju të keni gjetur një vend të rehatshëm, të keni marrë godën e çajit, të keni një vëmendje plotësisht tek vetja juaj, brenda dhe në ambientin që ju rrethon, të jetë një ambient që i shërben këtij qëllimi. Çfarë qëllimi? Që ky moment, kjo kohë ndërsa dëgjoni këtë transmision, këtë puls, këtë njohuri, të jetë për ju një moment, një interval kohe ku ju gjeni një qetësi shpirtërore, ku ju gjeni një maturim të mendjes, një qëndrueshmëri të emocioneve, një kuptim të fenomeneve të jetës, një kuptim të thellë të vetes suaj, sepse një nga piketat kryesore të këtij transmisioni dhe të kësaj inteligjence janë 4, disa herë të ndoshta 5, në varësi të ditëve të muajit, çfarë janë kodet energjike, gjenetike, të cilat janë në aktivizim në javën që flasim. Dhe këto kode janë të aktivizuara për të gjithë. I quajmë janë kode me një influencë kolektive për të gjithë. Dhe në të njëjtën kohë ju jep ju një mundësi të mësoni për kodet. Dhe këto kode mund të jenë të shprehura në manualin tuaj njerëzor, në kodet tuaja personale. Pra, përveç që merrni një qartësi dhe një drejtim për muajin, merrni dhe një kuptim të kodeve dhe të vetes suaj. Muaji tetor në hap derën e frymarrjes, do ta quaja, të një frymarrje më të lehtë, të një kohe ku ne do ndihemi më të lehtësuar, sidomos nëse kemi bërë punën e duhur, vëmendjen e duhur në muajt paraardhës. Sepse muaji shtator, siç e dini të gjithë, ishte një muaj shumë transformues. Me energjinë e tij të numrit 9, energjinë e tij energjike të kompletimit, dhe energjia e kompletimit të numrit 9 gjithmonë ka një qëllim, të jetë një dallgë e fundit, një dallgë që pastron bregun tënd. Bregun tënd mendor, bregun tënd emocional, bregun tënd fizik, bregun tënd shpirtëror, çfarëdo që është e nevojshme, dallga e jetës. Sepse kjo dallgë e jetës është e orkestruar dhe e drejtuar nga energjia jote unike e brendshme, nga dallga, nga pulsi yt unik i brendshëm, që e adreson të pastroj, të ndihmoj, të fshi edhe një herë për herë të fundit aty ku janë nevojat e tua unike.
Dhe ndërsa në muajin shtator përjetuam energji të forta të eklipseve, qoftë eklipsi hënor, qoftë eklipsi diellor, energji të forta të kompletimit, të transformimit, në muajin tetor vjen një puhizë më e lehtë, duket sikur universi thot, ndalo, bëj një pauzë për një moment. Dhe rakordon apo është në përputhje edhe me energjinë e numrit 10, jo vetëm si muaj tetor, por dhe muaj tetor i lidhur me energjinë e vitit, sepse gjithmonë pulsi kryesor, ai që pulson në çdo moment, në çdo ditë, në çdo muaj dhe që ka të efektin kryesor në lëvizjen dhe në ekzistencën tonë është numri dhe frekuenca e vitit. Dhe ky vit ka qenë numri 9. Dhe frekuenca e numrit 9, ndërsa vazhdon deri në fund të vitit. Muajin nëntor, në muajin dhjetor, do kemi dhe do na japi mundësira për të kompletuar zakone, sjellje, veprime që nuk janë në shërbimin tënd, në të potencialit tënd më të lartë. Dhe ndërsa vazhdon kjo energji kompletimi që vjen me atë dallgën e fundit, që themi dhe na bën gati për vitin 2026, që është një vit me një energji të re, e përsëris, sidomos për ata që kanë marrë kohën, vëmendjen, dëshirën, dashurinë dhe dedikimin të kenë përgatitur veten për këto pulse të reja të universit dhe janë në kokrijim me këto tranzicione, me këto udhëzime, me këto informacione, me këto drejtime dhe orientime që sjell fusha kuantike. Pra, në muajin ndjes tetor futemi në energjinë e numrit 1 të rikrijimit. Dhe numri 1 është gjithmonë i shoqëruar me një energji vëzhgimi. Prandaj tema e parë që paraqitet është pauzë. Si mund të marrësh një pauzë? Është sikur ajo dallga e madhe e shtatorit dhe e muajve të mëparshëm e mbaron, e kompleton atë frullin dhe do sikur të marrë një pauzë bregu. Dhe ky pauzë nuk është asnjëherë pauzë pa një qëllim, por lidhet me temën e dytë të muajit që është ridrejtim, redirection. Në jetë do kërkohemi të kemi një ridrejtim të ri. Dhe kjo do vi natyrshëm. Rëndësi ka që ta observojmë. Dhe ky ridrejtim ndonjëherë vjen ose në një mënyrë të natyrshme, siç e thash, ose nëpërmjet sfidave, thirrjeve të trupit. Mund të kemi përjetime të shëndetit fizik, nëpërmjet problemeve fizike, shëndetësore. Dhe gjithmonë problemet fizike janë një pastrim i trupit. Është gjua e trupit, e sistemit ton fiziologjik, që bashkohet në një orkestër me emocionin, me gjuhën e emocionit, me modelet tona mendore, me zërin e shpirtit tënd, cili nga këta ka qenë më i heshtur, cili nga këta ka qenë i pa dëgjuar, i pa aktivizuar dhe më i fjetur. Pra, në këtë pauzë ti do gjesh një ridrejtim të ri. Gjithmonë nëse e lejon. Në këtë muaj është një muaj ku qartësia do vi dhe gjithmonë ky është një princip që është bazë, por vetëmërisht këtë muaj qartësia do vi nga pyetjet e duhura, nga inicimi i pyetjeve të duhura. Jo patjetër mund të vinë përgjigjet siç mund t'i presësh, të qarta dhe në moment, sepse është e shoqëruar dhe me këtë energjinë e pauzës. Dhe përgjigja do vinë në mënyrë absolute. Por këto përgjigje janë përgjigje shumë në përputhje dhe në gjuhë me intuitën tënde. Dhe siç do ta shohim në muajt, në javët në vazhdim, në energjinë e javëve në vazhdim,
këtë muaj, më shumë se në çdo muaj tjetër, kemi të bëjmë me rrotullën e kodeve intuitive të qendrës plenike. Pra rrotullohen gjua e kodeve intuitive, që ka të bëjmë me instiktin dhe karakteristika që kanë të bëjnë me qendrën intuitive splenike në sistemin ton të manualit njerëzor. Është një nga qendrat, 9 qendrat e manualit njerëzor. Për gjithë ju që keni filluar të keni një interes shumë të lartë, ju e dini kush jeni tek manuali njerëzor, është një moment shumë do thosha i përputhshëm, harmonik, në lidhje me fillimin e një drejtimi të ri në jetë. Unë kam marrë inspirimin e brendshëm dhe udhëzimin e lartë që programin The Mentor ta inicioj këtë muaj, në datën 10/10. Dhe për të gjithë ju që jeni duke e dëgjuar këtë mesazh tani, dhe ju jep ju një dritë të brendshme, një sinjal në trup, një entuziazëm, një ndjesi eksaltimi brenda vetes, është një mesazh për ju. Ndoshta duhet jeni në programin ton të dytë, të nivelit të dytë, The Mentor, që do kompletohet me certifikimin tuaj si mentor i 2026-ës, me qënë se kompletimi do jetë në shkurt të 2026-ës. Pra, për 5 muaj, ndoshta dhe më shumë, është një eksperiment si hera e parë kur ofrojmë një program. Dohet një eksperiment, dhe eksperimentet janë gjithmonë me shumë dimensione, me shumë larmishmëri, me shumë mësime dhe me shumë marrje nga ana juaj. Më kontaktoni në Instagram, në DM ose në WhatsApp. Nëse ju doni më shumë informacion dhe unë duat gjithashtu të di më shumë për ju, t'ju njoh dhe të kuptoj nëse jeni i përshtatshëm për këtë program. Për më shumë qartësi keni faqen e regjistrimit, çfarë do të thotë të jesh dhe të certifikohesh si një mentor, përveç që mund ta ushtrosh si profesion, por nuk do të thotë patjetër. Është një program mentorimi, certifikimi për njerëzit që duan të kuptojnë çfarë janë drejtimet në ekonominë e re, çfarë është profesioni i ri në këtë epokë të re, çfarë është drejtimi i ri, çfarë është njeriu i ri, si të orientohemi në këtë periudhë tranzicioni, si të kemi mjetet, metodat, qartësinë të njohim veten, njerëzit për qark, dhe forma metoda të neuro-language programming, forma metoda të neuroshkencës, të lirimit e emocioneve dhe të rikrijimit të modeleve të reja mendore, për ta kompletuar me aftësinë e një drejtuesi i cili ekziston së bashku me drejtues të tjerë, di se si dhe çfarë kërkohet nga drejtuesit, kush janë principet e reja të drejtuesit, dhe të gjej fuqinë e tij në këtë tranzicion, në këtë ndryshim shumë të madh, në këtë kaos që po përjetohet tani në botë kudo, jo vetëm në Shqipëri. Kudo ku je në botë, ti përgatitesh si një drejtues me kapacitete të qëndrueshme, kapacitete të reja, me aftësi që kanë të bëjnë me të 4 potencialet e njeriut, fizike, mendore, emocionale dhe shpirtërore. Them fiziken sepse do ketë një vëmendje, gjithmonë ka një vëmendje trupe fizik në programet tona, qoftë në retreat, qoftë në çdo mesazh që ndajmë, në çdo postim, në çdo njohuri, qoftë protokollet e shëndetit që janë të shoqëruara për njerëz që i suportojmë në konsulenca private ose edhe në grup, gjithmonë është e shoqëruar me protokollin e shëndetit dhe të regjimit ushqimor, të detoksit të pastër dhe të rigjenerimit të trupit. Dhe në mënyrë absolute, potenciali yt unik, potenciali yt mendor, emocional dhe shpirtëror. Këto sigurisht janë pjesë të
të çdo programi. Pra, të zhvillosh një fuqi, qëndrueshmëri dhe kapacitet të ri në përputhje me këtë nevojë të re që njerëzimi dhe bota po përjeton tani. Ti jesh gjithmonë në hap me universin. Ti jesh gjithmonë në hap me universin. Dhe kthehemi tek temat e drejtimit të këtij muaji, pra pyetja, asking the right questions, të pyeturit, pyetjeve në shqip është paksa, pyetja e pyetjeve të duhura. Pyetja e pyetjeve të duhura është çelësi që do hapi rrugën dhe që është e nevojshme për këtë muaj. Sepse në fund të fundit edhe intuita, për ju që keni qenë në ritritet tona, për ju që ishit tani të freskët në ritritin e fundit, e kuptoni që qartësia vjen nëpërmjet pyetjeve. Dhe meqense ky muaj ka shumë lidhje edhe me inteligjencën intuitive, intuita qartësohet nëpërmjet pyetjeve të duhura. Dhe këto pyetje janë në kodet tona, në qendrat mendore, në qendrat e zemrës. Çdo kod përfaqësohet nga një pyetje e duhur. Dhe këtu do jetë edhe vëmendja në programin The Mentor. Si ti bëni pyetjet e duhura, nga burojnë pyetjet e duhura, ku janë pyetjet përkatëse në varësi të sistemi tonë, në kuptimin është duke folur zemra, është duke folur qendra intuitive, është duke folur qendra mendore, është duke folur qendra e trupit, qendra e motivimit, qendra e rrënjës. Pra çdo sistem, çdo ingranazh në trupin tonë, çdo motor ka pyetjet e duhura. Dhe ndërsa ju mësoni të kuptoni që pyetjet, ka shumë njerëz që ndoshta nuk e dinë çfarë pyetje të bëjnë. Dhe këtu vjen drejtimi, këtu vjen mentorimi dhe mësimi, që them gjithmonë, inteligjenca e manualit njerëzor, përveç që i ka dhënë njerëzve qartësi brillante në njohjen e vetes, i ka bërë njerëzit më të mendshëm. I ka dhënë njerëzve një manual të komunikimit të inteligjencës së njeriut. Dhe në drejtim të bërjes së pyetjeve të duhura, ti jep gjithashtu një manual gati. Çfarë pyetje do të bëj se cila qendër, çfarë pyetje do të bëj se cila portë. Kjo do të thotë të bëhesh mjeshtër i jetës. I kemi vënë emrin mentor, por në fundit është mjeshtër. Pra, nëse kalojmë atëherë, edhe rikthehemi nëse ka tema të tjera që do më vinë në vëmendje, nëse kthehemi në 4 energjit dhe temat kryesore të muajit tetor, në momentin tani është data 1 që po e regjistroj këtë audio, jemi akoma në efektin e kodit 18. Edhe kodi 18 është gjithashtu buron nga qendra intuitive, nga qendra splenike. Është inteligjencë intuitive, është inteligjencë përmirësimi. Në storit e Reborn Albania, çdo ditë ne ju japim ju qartësi për kodin, për zërin, për pulsin e inteligjencës. Çdo ditë, kush është ai që flet universi, çdo ditë me ne, çfarë kërkon nga ne, çfarë mund të bëjmë ne praktikisht gjithashtu. Pra, e ky kod 18 na kërkon ne që si mund të përmirësojmë gjërat në jetë. Është një aftësi e lindur të përmirësosh gjërat në mënyrë intuitive, ndërkohë që është logjik, edhe intuita është logjike. Janë 11 forma të intuitës. Dhe këtë javë jemi, ndërsa është akoma në fushë dhe jemi në efektin e tij, çfarë keni përmirësuar? Ju që keni qenë në retreat keni ndarë shumë me mua në lidhje me bile shumë nga ju janë akoma, Diana, jemi duke procesuar, jemi akoma në një botë me shumë mahara, me shumë qartësira, me shumë dimensione, me shumë kuptime, me nevoja të reja, me forma të reja se si duam ta përjetojmë ditën, momentin. Dhe kjo është e jashtëzakonshme. Dhe është efekti i këtij kodi që na kërkon vazhdimisht të vrojtojë dhe të përmirësojë gjërat në jetë. Vazhdojeni deri nesër të kuptoni që çdo përmirësim është një lartësim. Por ky kod ka gjithashtu dhe atë polaritetin
Dhe këto janë polaritetet që do bëheni mjeshtra në programin The Mentor. Për te çfarë keni mësuar në Rich Soul, ju që keni qenë aty, sepse kush është polariteti, kush është nuanca, kush është ajo leva që mund të na nxjerrë nga pulsi dhe e vërteta e kodit. 18 mund të kaloj në një gjendje shumë kritike të vetes, në një perfeksioniste pa arsye, në një aftësi që gjen vetëm gabime të njerëzve, dhe mëson në jetë një mjeshtëri që ndërkohë që do ndaj, do përmirësoj, dhe këtu kemi gjithë mentorët, është kodi i mentor, një nga kodet e mentorit 18. Ndërkohë nuk mund ta mbaj për brenda të fshehur këtë aftësi përmirësuese, dalluese të gjërave që kjo gjë duhet të ndryshoj, kjo gjë nuk të shërben më, nuk mund ta mbaj brenda. Çfarë është e nevojshme është vetëm të mësoj që ta ketë kurajën, ta ketë konfidencën, t'ja njohë vlerën vetes dhe ta komunikojë në një mënyrë që të jetë me vlerë për atë tjetrin. Komunikimi është shumë i nevojshëm për kodin 18, ndërsa e kemi akoma të aktivizuar. Për të vazhduar në nesër dhe deri në datën 6 me kodin 48, quhet pulsi i mençurisë. Është inteligjencë e lartë, gjithashtu intuitive. Logjike. Vazhdo në linjë, në sinkronicitet me kodin 18. Quhet thellësia e jetës. Është si një burim natyral, ku ne vejmë, shërohemi, ka pasuri të thellë, ujë aty. Është një detox i trupit. Edhe kjo energji e përsëris është në linjë pak a shumë me 18-ën, që do të thotë në jetë vazhdo të thellohesh. Nëse në jetë ti ndalon, mëson diçka dhe mendon që arrita diçka, kuptova diçka, u bëra më i mençur, fillova të manifestoj diçka, fillova të bëhem më pozitiv, fillova të kuptoj që unë mund të krijoj, ai është hapi i parë. 48-a, kodi 48, që fillon me thash 2 deri në datën 8, 6 tetor, nafton që ku në jetë ti duhet të thellohesh më shumë. Nëse po të shfaqet diçka e papritur, e pa menduar atë javë, të bën ty pyetjen, ku mund të thellohesh më shumë? Ku mund të thellohesh më shumë? Ku e ke mbyllur veten tek sipërfaqësorja? Është tamam si ai, prandaj dhe quhet në manualin njerëzor pulsi i thellë, sepse të fton që të shkosh thellë në tokë edhe të marrësh ujërat më të pastra, më të thella që ofron toka. Të fton të pastrosh ujërat që ke përdorur, t'i derdhësh, të mos bëhen të ndënjura, sepse më thellë ka më freski, ka dhe më shumë ushqim. Por kjo gjë kërkon dedikim. Mund të përjetosh anën që i merr gjërat pak në mënyrë sipërfaqësore, dhe kjo gjë sipërfaqësore mund të ndodhi sepse frika nuk të lë, debelizmi, është krijuar një model t'i shtysh gjërat, t'i shtysh të kënaqesh me pak, apo ke brenda teje një model që unë nuk di mjaft. Çfarëdo që unë bëj, unë nuk di mjaft. Ky është polariteti i ulët i këtij kodi, që quhet inadequacy në anglisht. Ndihem që nuk di mjaftueshëm, nuk jam asnjëherë i mençur, mjaftueshëm. Pavarësisht sa shumë mësoj. Kur në çdo kod ne kemi një detyrë të gjejmë balancën.
A kemi vajtur vërtet thellë mjaftueshëm dhe a ndihemi që nga çdo mësim ne kemi marrë një thellësi? Apo gjithmonë notojmë në atë ndjesinë që unë nuk di mjaft, unë nuk di mjaft. Ndonjëherë ne harrojmë ta vlerësojmë atë që kemi marrë dhe këtu hyn edhe virtyti i mirënjohjes për atë që kemi mësuar në jetë, me shumë gratitude, me shumë mirënjohje. Por gjithmonë në kujtes pastrohe pulsin dhe merr ujërat në më thellë. 7 deri në 12 tetor, hyn në portën 57. Vazhdon rrotulla nga 48 që është në qendrën intuitive, splenike, ngjitur është 57 qendra e intuitës, penetrim i thellë i intuitës, energji psychic që thuhet, psychic të dish gjërat, të parashikosh, të parandjesh, për te 5 senseve, percepcioni i thellë, aftësi të dish të ardhme, të kuptosh çfarë po vjen, është gjithashtu auditore. Auditore themi është aftësi kur ka të bëjë me zërin. Janë kapacitetet të ndryshme që secili nga ne i kemi të ndryshme këto aftësi. Qoftë për të procesuar informacionin, qoftë për intuitën. Edhe një nga qëllimet e programit të Mentor është që ju të kuptoni edhe bazat e Neuro-Language Programming, që është një modalitet, një shkencë e ndryshimit të njeriut, dhe çdo drejtues në botë, çdo politikan, çdo njeri suksesshëm, çdo influencues, çdo komunikues ka studiuar NLP, Neuro-Language Programming, këtë shkencë në jetën e tyre. Disa më thellë, disa në një nivel të caktuar, çdo njeri komunikon me parimet e shkencës së programimit neurogjuhësor. Them këtë sepse dhe faktin që përmenda kanalet auditore, prandaj filloj me manualin njerëzor që ju të kuptoni kanalet edhe gjithë mekanizmin tuaj, dhe pastaj kur të hyjmë në botën e NLP-s, t'i bëjmë gjërat shumë të lidhshme dhe të kuptojmë, për shembull ja pse 57 është ka të bëjë me sensin e dëgjimit, auditory, si ta përdorim në jetë. Pra, frekuenca 57 është shumë speciale. Ajo mund të depërtoj, pra ne dhe quhet penetruese. Mund të depërtoj në një dimensione shumë të lehta, nuk është e zhurmshme. 57 është një intuit që vjen kështu si pend. Por ka dhe një polaritet që mund të humbasi në fantazit. Dhe këtu vjen ajo që them gjithmonë, qëndrueshmëria, toksimi, të kuptuarit dhe të lidhur të toksores me hynoren, të kuptojmë deri ku dhe si ta përdorim këtë intuit të lehtë që vjen, të jemi një shqiponjë që fluturon në mënyrë intuitive, se është energji e ajrit, shkon shumë lart, 57, apo një shqiponjë, ndërsa shikon qiellin, orientohet diku të vej, ka sensor dëgjimi të lartë, beson erën dhe ku ajo e udhëzon. Një misteri e vërtet 57. Pra në këti javë përgatituni për misterin e intuitës, për njohuri që ju vijnë për të ardhmen, për parandjenja, për lidhje me trupin, sepse nuk duam të flasim vetëm për intuitën apo për anën spirituale. Ju e dini që qëllimi i eksperiencës së Reborn është të filloj me një sekuencë që është shumë e qëndrueshme, shumë e konfirmuar tani dhe që punon në mënyrën më të mirë në shërbim të njeriut.
me hapat gradual dhe në të njëjtën kohë, që nga njohja e vetes në fund tek ana spirituale. Për të vazhduar në javën e 13 deri në 18 tetor, e portën 32. Portë e cila ndodhet përsëri në qendrën e intuitës dhe titullohet në anglisht është durations, gjatja, koha, sa zgjat, sa i durueshëm, unë do ta titulloja gjithashtu durimin e jetë, aftësi e lartë intuitive për të kuptuar sa duhet të presim, për të patur besim absolut që një farë që e kemi hedhur ndërsa nuk duket tani do shpërthej në një moment. Është kapaciteti lindur i njeriut për të ditur këtë gjë. Pra këtë javë ndoshta do hidhni fara të reja, ndoshta do filloni programin The Mentor, ndoshta një program tjetër që ka zëmra, dëshirë, çfarë është një farë e re që mund të hedhësh atë javë. Është gjithashtu shumë e thellë, prandaj quaj durim, është një nga kodet më contemplating në anglisht ose reflektuese në shqip. Është një nga kodet e mia shumë të aktivizuara në manualin tim. Dhe na mëson kur fillon dhe kur mbaron një ndryshim. Mban ritmin e kohës së ndryshimeve. Është një kalendar i yt energjik personal i brendshëm. Sot më erdhi për të parë ky emër. Pra, edhe një aftësi të kuptojmë në jetë që në jetë gjithçka ndryshon. Gjithçka ndryshon. Asnjë gjë nuk është qëri në vend. Ka gjithmonë diçka që fillon, ka gjithmonë diçka që mbaron. Por ne duhet ta lejojmë që të marrë formë, të bëhet solide, të bëhet relevant, të bëhet të përkasi të ty kjo gjë, të lidhet me ty kjo gjë, të mos jetë e komshisë, të jetë tëndja. Mund të zgjasi në kohë, por të kultivon ty nëse ti ke qenë shumë i qartë që kjo është fara jote, ose për një farë kohe do jetë fara jote, se mund të mos jetë për gjithë jetën. Të jep ty kapacitetin e durimit dhe kapacitetin t'i lejosh gjëra të marrin formë. Pra, ka të bëjë me adaptimin e jetë, me lëvizjen e jetë, është të kuptojmë atë që thash, si të menaxhojmë zgjatjen e gjërave, adaptimin. A jemi ndoshta duke mbajtur jetën tonë të pandryshueshme në status quo sepse kemi frikë ta ndryshojmë? Apo me qetësi procedojmë drejt qëllimit tonë, duke pranuar edhe devijimet e pashmangshme në jetë. Nëse ne në jetë duam patjetër të shmangim ndryshimet, devijimet, duam t'i kemi gjërat shumë të kalkuluara, atë ja do rikujtohesh që kjo gjë nuk ndodh në jetë. Kjo është energjia e neutralitetit që unë flas gjithmonë. A zhvillon një neutralitet të largohesh, të observosh dhe të japësh gjës kohë, apo me këtë largim, me këtë observim ti largohesh dhe nuk shpërfshihesh kurrë gjithashtu. Sepse nuk do të mbasësh atë që në thonjë sa ke fituar. A ke fituar, është strategjike e kjo portë. A ke fituar një strategji në jetën tënde? Këto janë disa kapacitete që do zhvillojmë dhe në programin mentor, si të zhvillosh aftësinë strategjisë dhe strategjike në jetë. Megjithëse është intuitive, është shumë strategjike kjo energji gjithashtu. Vazhdojmë me javën tjetër, 19 dhe 23, buzëqesh sepse është kodi i nënësime, ditëlindja e saj, dhe prandaj vendosa ndërkohë t'ju jap ju kohë të
reflektoni për inspirimin tuaj për programin The Mentor, ndërkohë ju keni më shumë kohë, ndërkohë unë doja të inicioja zyrtarisht në 23 tetor në ditën e lindjes së mamasime. Dhe jam e sigurt që do të diçka një program shumë i bekuar nga ajo. Dhe që tani e di se sa e bekuar dhe se sa e lartësuar është atje ku është. Gjithsesi ne do fillojmë në 10:10 edhe në formë jo formale, për ata që janë regjistruar. Por kjo javë është porta 50, vlerat në jetë. Ka të bëjë me ndryshimin 50-a, por është paksa ndryshme, është më konservative. Ka të bëjë më shumë me vlerat dhe moralin e ligjeve që udhëheqin njerëzimin në jetë dhe natyrën njerëzore. Brenda një grupi social, sepse është energji tribale, sociale, prandaj edhe ndoshta arsye për datën 23 është program në grup, është drejtimi vetes, drejtimi të tjerëve dhe tua gjithmonë të sjell energjinë tribale. Të energjia tribale nuk do të thotë të jetë grup shumë i madh, por të jetë një grup me vlera, kjo është porta dhe kodi i vlerave të vërteta, me vlera të larta, me vlera të përbashkëta, me vlera të reja. Të fillojmë të adaptohemi tek mënyra e re dhe të vlerat e reja që po kërkon njerëzimi tani. Është kodi ekonomisë së re gjithashtu. Ja na doli një arsye tjetër pse duhet ishte këtë javë i iniciuar. Dhe programi The Mentor. Dhe na kërkon gjithashtu që si në jetë ne adaptohemi me ligjet e jetës. Dhe mund t'ju gjej ose shumë të ngurtë kjo energji, njerëz janë shumë strikt, duan të zbatojnë ligjet në një mënyrë pas një lloj fleksibiliteti, sepse kanë frikë që mos u mbasin vlerat e shoqërisë, vlerat e trajbit, e komunitetit që janë ndërtuar në jetë e jetëve. Ose ndonjëherë janë ndryshime të pamenduara që krijojnë kaos dhe prishin, shkatrojnë vlera që në fakt kanë vlerë për njerëzimin. Dhe prandaj ky kod quhet dhe kodi i harmonisë, i orkestrës. Në kuptimin si ne të mos jemi as shumë të fiksuar të ngurtë, as edhe në veprime që çojnë kolapsin e strukturës që është formuar. Pra gjej gjeometrinë e artë të ekuilibrit. Dhe disa nga ju e din pse unë buzëqesha. Gjeometria e artë ekuilibrit në natyrë. Për gjithë ju grupet e programit të Reborneve që unë kam lënë një mesazh zanor sot, kjo është gjeometria e artë, e harmonisë dhe ekuilibrit që ekziston në natyrë, në jetë, në ekzistencë. Çfarë vlerash do krijoni atë javë? Ku jeni më të ngurtë se ç'duhet? Ku jeni ndoshta më kaotik se ç'duhet? Ishte gjithashtu energji intuitive. Mbyllim javën 24 deri në fund të 31 tetor, portën 28. Përsëri kod intuitiv nga qendra splenike. Në gjuhën e manualit njerëzor quhet lojtari i jetës. Luan me jetën. Luan lojra me jetën. Dhe ndërsa një emër tjetër është aventurieri, a njeriu që merr risk. Dhe ndërsa futemi në këtë javë të fundit, është një nga portat që na fut drejt energjisë së Skorpios, dhe ju e dini se si është energjia e thellë, transformuese e Skorpios, misterioze. Futemi nga një nga javët më misterioze të vitit.
të ciklit diellor. Thuhet që njerëzit që kanë lindur në këto ditë vinë nga dimensione të tjera. Dhe vinë ndoshta për herë të parë në formë njerëzore. Por ata të tjerë që mund të kenë qenë shumë dhe janë shumë më familjar me jetën në planetin Tokë, është një mundësi atë javë të sillim në vëmendje çështje ekzistenciale, sepse porta 28 është shumë e thellë. Ka të bëjë me ligjet e ekzistencës, pse ekzistojmë, kush është qëllimi ynë në jetë. Ka të bëjë me vdekjen dhe linjën, frikën nga vdekja. Kaq njerëz që suportojnë, që vinë me frikën nga vdekja, me një shoh kodin 28 të aktivizuar. Ose njerëz në depresion të thellë sepse i duket që nuk kanë një qëllim në jetë. Ky kod na inspiron të pyesim çfarë është pavdekësia, çfarë është jeta e plotë. Këtu hyn detoksi, këtu hyn jetëgjatësia, jeta imortale e njeriut. Ndërsa është shumë i thellë, ky kod dhe kjo energji mund të jetë shumë e lehtë, shumë gazmore, mund të jetë një lojtar në kuptimin, luan me jetën e merr lehtë, mund ta marrësh jetën dhe shijon sot sikur nuk ekziston në nesërmja, dhe shijon plotësisht atë dhëthëriu, entuziazmin që ka jeta dhe që ofron në atë moment. Ajo që ekziston në fakt është vetëm në atë moment. Edhe këta njerëz në polaritetin e tyre të lartë din ta shijojnë në momentin e tyre në mënyrë shumë gazmore, shumë të lehtë. Pra, mund të jenë të dyja energjitë në fushë, ju do gjeni atë tuaja. Rëndësi ka që të mos humbisni në superficialitetin e festës së Halloweenit. Prandaj është Halloweeni në këtë javë, sepse ka të bëjë me vdekjen, ekzistencën, kush jemi. Dhe është një festë që është kthyer që njerëzit të celebrojnë, të kujtojnë këto tema, këto gjëra, të takohen, të shijojnë, por është kthyer dhe në një superficialitet, larg nga realiteti i shpirtit, në fakt. Magjia e vërtet, se ka një magji, kërkon magjinë e jetë kjo port, ky kod. Magjia e vërtet mbi të gjitha është vetëm në zemër. Nuk është as te kostumi i bukur, as tek paraqitje e misterit nëpërmjet veshjeve, nëpërmjet paraqitjes. Misteri dhe magjia janë vetëm në zemrën tonë. Është një muaj spektakolar kur vjen puna tek kur vjen puna tek përjetimi i thellësisë së gjuhës, së intuitës, së brendshme sonë, të instinkteve tona primale, dhe prandaj dhe trupi fizik përsëri është në qendër të vëmendjes edhe këtë muaj. Nëpërmjet gjuhës së intuitës, nëpërmjet pyetjeve të kodeve që sapo ndava. Dhe për ta kompletuar këtë transmision, juftoj që në këtë moment merrni një frymëmarrje të thellë, frymëmarrjen filharmonike, e cila ka aftësinë të krijojë në trup një gjendje të thellë qetësie dhe relaksimi të sistemit nervor, duke kryer disa funksione në të njëjtën kohë. Në radhë të parë, ju rikujtoj me frymëmarrjen nga hunda, sepse krijon më shumë energji në tru, 20% e energjisë së trupit e përdor truri, dhe truri është gjithmonë në punë. Prandaj dhe frymëmarrja nga hunda jep më shumë ajër, oksigjen në tru.
1, 2, 3, 4 dhe hapim duart. Kur hapim duart edhe zgjerojmë ajrin, energjinë që vjen nga barku, ngjitet lart nga krahërori, gjithmonë koka e ulur, shpatullat të liruara. E mbajmë për 4 sekonda, jepini hapësirë, zgjerojeni veten, krijoni ajër, sepse ky muaj është krijim hapësire, ajër, një pauzë, një puizë e lehtë. 2, 3, 4 e mbani dhe 4 e nxirrni. Mbyllen duart, ulet koka dhe më shumë, deli gjithë ajri jashtë, nga goja bëshojti gjithë ajri dhe me këto të gjitha mendimet, tensionet dalin, shtirohen, trupi mbështillet, shtylla kurrizore përkulet pak në mënyrë që diafragma, që janë muskujt e ajrit, të oksigjenit dhe të lëvizjes me nervin vagus bëhen një dhe krijojnë një hapësirë nervore shumë më të relaksuar. Pra e nxjerrim 2, 3, 4 e mbajmë në të njëjtën kohë, përpara se të marrim frymë, mbajmë 2, 3, 4. Përsëriteni disa herë këtë sekuencë. 4, 4, 4, 4. 4 frymarrje nga hunda, 4 pa frymë, 4 nxjerrje po nga hunda dhe 4 e mbajmë pa frymë dhe vazhdojmë tjetrën. Uroj të keni një muaj shumë të qëndrueshëm, të lehtë, shumë të aksesueshëm tek intuita juaj e brendshme, të mençuria e brendshme, dhe një muaj me shumë jo vetëm barësi, por një qartësi. Lejojeni qartësinë të vi, lejojeni qartësinë që ofrohet përmjet formave nga më të ndryshme, nëpërmjet zërit tuaj të brendshëm, nëpërmjet zërit të universit, nëpërmjet zërit të një mësuesi, nëpërmjet zërit të një libri. Lejojeni. Një muaj spektakolar. Shihemi në vazhdim. Faleminderit.